Pamje të ngjashme ku shishe plastike bllokuan kanalizime u fiksuan gjatë përmbytjeve, ndërsa tashmë që situata u qetësua, qelqje e materiale të tjera të ngurta po mbulojnë plazhet, pasi deti po i kthen pas në breg pas vërshimit të lumenjve që i grumbullojnë në zonat ku kalojnë. Eksperti i mjedisit Mavis Struga i cilësoi dëshmi të mungesës së ndarjeve së mbetjeve në burim, infrastrukturës së dobët të riciklimit dhe mosbatimit të ligjit. Ka ardhur si rezultat themi një keq menaxhimit të menaxhimit mbetjeve në mungesë infrastrukturore. Normalisht kemi edhe një komunitet që është i pa ndërgjegjësuar. Kryeministri Edi Rama në disa reagime fajsoi qytetarët për mbetjet e hedhura në kanalet kulluese, duke i cilësuar si shkak për përmbytjet, ndërsa në podcastin e parë për vitin 2026 paralajmëroi forcimin e masave ndërshkuese për këtë fenomen. Ne si qeveri dhe si shumicë popullore sidoqoftë nuk do të dorëzohemi. Dhe do dalim më tej me masa të reja kundër kësaj fuqie të errësirës në trurin tonë si milet, duke rritur përpjekjet për sensibilizim, për informim, po dhe për ndëshkim. Eksperti Struga thekson se Shqipëria ka një kuadër ligjor që nga tetori që është i përafruar me standardet europiane, por problemi qëndron te zbatimi në praktikë. Kuadri ligjor diku i Shqipërisë është në përputhje dhe në harmoni me ato të bashkimit evropian, por sfidat ngelen në zbatimin e këtyre planeve. Thekson zbatimin e parimit ndotës si paguan. Temër sot një biznes i cili importon plastik ose prodhon plastik dhe hedh në treg nuk ka një përgjegjësi financiare. Në momentin që ky parim ose ky instrument do të aplikohet dhe me kalimin e kohës kjo do rriset ndërgjegjësimin e biznesit, të cilët do ketë tendencën për të shkruar një ekoprojektim të produktit. Ndërgjegjësimi, zbatimi i ligjit dhe ndryshimi i sjelljes ndaj mjedisit sipas ekspertëve mund të jetë zgjidhja e vetme që të shmangen përsëritjet e skenave të tilla pas çdo rreshjeje të fortë shiu.